Paris Mirëmbrëma, mirë se erdhe në studio. Mirë se ju gjeta, Resul, faleminderit shumë për ftesën. Zonja Kret po shkojnë në Paris, neve na erdhë Paris në studio. Nuk mëjmë me thonë që se kem bo kundër tënë. Do me thonë, na erdhë Paris në studio. Kemi qenë na bashkë me Parisin. Pse emrin Paris? Kush ta kalon? Emrin Paris ma kalon Bobi. Arsyeja ka qenë gjatë kohës so kanë qenë të mendu për emra. Bobi ka qenë të e lexu Iliadën e Trojës, edhe i ka pëlqyer shumë emri personazhit Paris. Atë është Paridi, po në Shqipe themi Paris, po. Po, edhe i ka pëlqyer shumë emri personazhit Paris, edhe ka vendosur me ma lënë emrin Paris. Kështu nuk lidhet me Parisin Jo, që ka qenë kështu në i farë, se në Paris ku shkon ka për jetime romantike, kështu histori. E vërtet, po jo, nuk lidhet me qytetin e Paris, lidhet me Iliadën e Trojës, po edhe kjo është pak romantike, se edhe Parisi e rrëmben Helenën. Ash imagjino në të njëjtin emision na u bë Helena, që shkoj edhe Parisi. Ke qenë Paris ti? Jo, nuk kam qenë Paris, kam qenë... Si ke duru? Njona për arsyet pëse s'kam qenë, ka qenë edhe qike që shumë ma lidhin emrin tem me qytetin e Parisit. Kam qef kështë me rujë që kam emrin për shak të Iliadës së Trojës, e jo për shkak të qytetit të Parisit, po natyresht që do t'a vizitoj. Ama ka njerëz që e kanë emrin Milot dhe kanë shku në Milot. Milat, e vërtet. Gjithmonë bëjsha hajgore kur i organizojshin do udhëtime kështu me autobus, qeveria e Shqipërisë për Sarandat, i dërgojshin me autobus të gjitha Sarandat. 40 Saranda, po s'disa i kanë dërgu. Thëshon është mirë edhe ambasada e Francës me i dërgu Parisat me njëjdo. Ka Parisat tjerë në Kosovë, unë s'kam dëgju. Nuk kam dëgjua sën, nuk besoj që... Për tjetuar, do ta zgjidhje Parisin? Do t'ishte pjesë Jo, preferencave tua para Prishtinës? Jo, Prishtina është e vetmi alternativë për të jetuar. E vetmja? E vetmi, absolutisht. Kosova në përgjithësi, jo vetëm Prishtina, po Kosova. Tani, kur të thrasin Paris, Po. çfarë ndjesi e ki? Ndjesh ndonjëherë si kur një ylli modës, se Parisi dhe moda lidhen? Jo, për arsye Si që ke përjetu këtë në fëmiri? ti rritësh me qatë, ti përbrendësën qatë ndjenjen e të posturit, emër edhe ti e konsideron pastaj si një emër tonë nuk e lidh me asgjë tjetër përveç se me veten, edhe pse kështu dorën zamër më ka ndihmuar emri që shumë në jetë, për arsye që shumë mënyrë e mirë kështu para policisë ose kush kesh me nxjerrë një dokument ose diçka kështu është mënyrë e mirë për me bisedu, me thy një okull, për me vazhdu bisedën, po absolutisht. Më kanë ndihmuar në jetë, ja ku më pohojnë gjithmonë. Okej, faleminderit shumë, po në fund ti e bën. Absolutisht. Lidhet me Trojën, me qytetin. Absolutisht. A ndalemi te kutia e kujtimeve? Kemi kërkuar një kujtim nga ti. Po. Çfarë na ke sjell? Që kjo konë pjesa ma problematike e emisionit, për arsye që e kam mendu gjatë që ka me sjellë dhe nuk mbiken mend diçka, derisa e mendova... Ose të bishin shumë gjana që ka mendova. Ose të bishin shumë gjana, po. E dirëso e mendova një objekt cilin e kam gjatë, e ruj gjatë, edhe e kam sjell një gure, jo për shkak të mbiemrit tim, që e kam gure. Okej. Ky është një gure, cilin e kam marrë në, kur kam qenë shumë i vogël, në majën e Lubotenit. Wow, ke qenë Luboten? Çfarë moshe ke qenë? Unë në Luboten shkoj gati se çdo vit. Gati çdo vit? Po, për herë të parë kam qenë në vitin 2002, për afërsisht i kam pas 4 ose 5 vite. Aq i vogël? Aq i vogël, edhe për atë arsye edhe kam zgjedh vendosa me pru këtë objekt. Fillimisht edhe për shkak të unë jem rrit në Ferizaj edhe për shkak të afërsisë dhe gjeografike, moja e Lubotenit është shumë afër edhe çdo mëngjes, soher jem zgjun mëngjes prej drytarës, shihet moja e Lubotenit. Është madhështora ajo. Është madhështora dhe unë mendoj që është njëra prej mojave më të bukura që i ka Kosova, është njëra prej pasurive më të mëdha që i ka Kosova, edhe është moja absolutisht më e bukur e maleve të Sharrit. Po ky guri ka shumë rëndësi për mua, jo veç pse e kam marrë prej mojës së Lubotenit, mirë po edhe këtu po du me shpreh edhe rastin me falenderu dy prindët e me që janë munu gjatë krejt jetës
me na eduku të gjithë fëmijëve edhe me na lidhë, me na bo me dosht natyren, me dosht malin, me i dosht ecjet në mal, do me thonë, edhe vazhdimisht ata janë për kujdes që gjithmonë, sërë kemi pos kotlie, sërë kemi pos vikende, pushime verore, pushime pranverore, me i kalu në përbjesht e Kosovës. Po mas shumëte kemi qenë në Luboten, pra po e potencoj edhe për shkak të afërsisë gjeografike, dhe Luboteni e ka një vend veçantë në zemrën tem, për arsye që i kam kujtimet më të mira të fëminisë, që aty i kujtoj kur jemi mbledh krejt si familje, kemi shku, kemi bo piknik, kemi bo camping, kemi qëndru disonet, edhe na kanë mësu prend ashtu qysh me mbjetu në kushte malore, qysh me përgadit, qysh me ndez zjarrin, qysh me ngrit tenda, do me thonë, edhe kam shumë kujtime me Lubotenin, kështu që që kjo ka qenë njëna prej arsyeve. Kur e ke marrë këtë gur, që sa vjet e ki? Besoj që i kom bi 20 vite. Bi 20 vjet që e ke gurin. E runë? Po, absolutisht, po. Okej, urem mos me na hupë. Tani, Luboteni lidhet edhe me atë anën e mistikës, si maj, pastaj e ka dhe atë ditën kur shihet edhe po, është data 2 gusht, është data 2 gusht. Ndërmjet një 2 gushtit do të me prit natën, e ke prit natën atje në njëra, po... Po, kam qenë njëherë, e kam plan. Po, është 2 gushte, kur frekuentohet prej shumë njerëzve me data 2 gusht shkojnë aty, edhe është kur lind dielli, pak para lindjes... Shihet Selaniku, do më thonë është vetmja datë gjithmonë. Pak para lindjes diellit, do më thonë duke lind dielli, shihet pjesa gati se mas shumë të e Kosovës, e shihet Tetova, Selaniku, mirë po, është kuriozitet se edhe kur s'është qajo datë, shihet një pjesë këgjë e madhe e Kosovës, shihet një pjesë e Macedonisë. Edhe Prishtina veç Lubotenin e shihet. Dhe më thonë tjerat janë... Tu që është vend shumë i mirë, edhe pse nuk është investu shumë në atë vend, kushtet infrastrukturore për me shku me makinë janë shumë të vështira për me mri deri aty, mirë po është njëna prej bukurive më të mëdha që ka Kosova. Faleminderit shumë, Paris, që folëm për Lubotenin. Me shumë kënaqësi gjithmonë flasun për male. Kemi një fotografi kur ti je zgjedh kryetar i Forumit të Rinisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës. Para kësaj ke punu si gazetar, pastaj unë thash menaxher projektesh, drejtori ekzekutiv në Tru Aktiv, në zbunkere, tjera e tjera. Nga këtu? Lidhët shumë me krejt ato që i përmende dhe më herët, këtu në kryetari i Forumit të Rinisë jam zgjedhur në vitin 2022, një vit pasi që lëvizja Partia në Pushtet i ka fitu 51% për herë të parë. Edhe unë gjatë kus kam studiu shkenca politike, më ka pëlqy politika, e kom pos politikën pasion gjithmonë, jam marrë me gazetari, jam marrë me aktivizëm, i kom bo shumë punë, mirë po gjithmonë e kom pos ajo që më ka drejtu që e kom pos, ka qenë aktivizme, qoftë prej shoqërisë civile, qoftë prej mediave, gjithë ka kam qenë, kom dasht me kontribu diçka për Kosovën, kom dasht me punu diçka për Kosovën, edhe mendoj që secila gjenerat e ka një mision, për shembull ata që kanë linë vitet e 60-ta, 70-ta e kanë pos misionin me çliru venin, pastaj ata që kanë linë më vonë e kanë pos mision me demokratizu venin, pastaj ka një gjenerat tjetër që është dasht me pavarësu venin. Edhe menoj që secila gjenerat e ka të barrën për me e vendos një gurin në kontributin për shtetin, për kombin tonë. Kështu që pas një kontributit eksperiencës që e kom pos deri në vitin 2021, edhe si studiu si shkenca politike, pak mu ka duk që është momenti i duhën që me hynë politik edhe me kontributu e pos parasysh që një parti ka orë në pushtet, ka fitu një numër jashtëzakonisht të madh të votave, mënyra që shka orë në pushtet për mua ka qenë pak një këmbon alarme për demokracinë e venit, për zhvillimin e venit, edhe si i ri, kom thonë që është shumë e rëndësishme që me u kyç në politikë. Edhe ka qenë vendim shumë interesant, ashtë po ndoj për herë të parë këtë me juve, kur e kom marrë vendimin për me hy
në politik, ka qenë vendim kështu shumë i shpejt edhe kom thonë që po është momenti që unë me lonë gjithë shka që kom, do më thonë, e kom pos një jetë të mirë edhe para se mi hymë politik. Kom pos, kom punu, kom pos jetë të mirë edhe kom pos jetë ma pa stres me një farë mirë. Absolut jetë që ki ma shumë si veç për vetën, punët e tua. Ki ku ma shumë me shpenzu me familje, ki ku ma shumë me shpenzu me shoqni, ki ku ma shumë për pushime. Edhe nuk jo këm të regu as të shpiz, do me thonë që po du me bo që të ka përcem, këm dhonë dërheqe prej punës që e kom pos, masi këm dhonë dërheqe e kom shku në shpred, ju kom të regu që hejon e kom orë që të vendem, që kjo është letra e dërheqe që e kom dhonë, edhe po du me hy në LDK. Se po menoj që është momente tash që duhet kontributi jam mu kanalizu në format të tjera. Ka qenë pak shokuse dhe për ata për arsyet që ka qenë vendim shumë i shpejt. Do me thonë, vendimi pa paralajmërim. Do shta e ke marrë shpejt ato ditë, po është vendim që mendoj se e ka mendu gjatë, absolutisht po. Absolutisht po. Po ekzekutimi ka ndodhë. Edhe shoku ka qenë edhe që kur kam vendos me u kysh në politik, nuk kam hy në politik me naj ide, ose me naj qëllim, ose me naj, jo me naj qëllim, absolutisht që me qëllim po mirë, po nuk kam hy me naj ide se qka po du mu bo. Ose me përfitu direkt. Ose me përfitu direkt. Veç kom thonë, janë zgjedhjet lokale tash, kanë qenë zgjedhjet lokale të 2021-ës, edhe po du mi u bashku kampanjës, edhe me kontribu në LDK. Edhe pastaj pas 6 ose 7 mujve, jëmë zgjedh kryetari i Forumit të Rinisë, është njani prej momenteve menoj ma përmbush se të krejt karierës tam, për arsyet që kur jëmë zgjedh kryetari i Forumit të Rinisë, e kom pos një mision edhe një qëllim, që trit gjithmonë në politik, ma shumë jëmë posi një mjet për me i në thojza, me i shfrytzu ashtu për aspekte logjistike, për aspekte të tjera, dhe trit nuk kam pos për faqësim adekuat në politikë. Shpesh e njëna thonjën që rinia është ardhmja, zakonisht kur trit fute në politikë, thonjën që po dush edhe pak me, se je haloj i ri, dush edhe pak me u pjek, pasaj kur ta mrish një fozë, ma madhure, të thoi një për njëve na dënë gjenrodat e reja, kështu që arsyeja pëse kom o ka njani për momente ma dume, se e kom ditë sakt qka po du me bo me Forumin e Rinisë. Përmderit shumë, Paris, ndërkohë kam disa pyetje, bisedën pak ma ndryshe, do ta bëjmë me ty edhe për shkak të kësaj që po e thua edhe vetë, se je djali i ri. Çka të motivon ty për mu qurë mëngjes? Nga pozicioni i tanishëm. Fillimisht, natyrisht që motiv për me uqunë mëngjes janë familja dhe njerëzit e ofërt që i ke njëtë. Nuk du të me përjashtu asë njëherë aspektin emocional edhe aspektin familjar. Mirë po, me njëherë pas kësoj vjen unë zgjuhem mëngjes me kontribu diçka për venin. Ideja për me kontribu. Ideja për me kontribu, për me bo diçka për venin, për me bo një Kosovë ma të mirë, për me bo një Kosovë që folët për të ardhmen. Do me thonë, na jena në vitin 2026, edhe kërkën nuk e njën as prej politikanëve, as prej qytetarëve, të folë, ma shumë folët qysh ka qenë Kosova në vitin 2000, se sot qysh ka me u do Kosova në vitin 2050, e 2050 është më ofër se sot që ka qenë 2000-ta. Kështu që unë mendoj që zgjona për me punu edhe për me kontribu për venin që me mendu nga e ardhmja, me menu, me full për qysh Kosova, askush s'flet për Kosovën e antarësun në Bashkimin Evropian. Faktikisht janë disa tema të ardhmës që s'po guxojmë as mi përmend. Askush s'flet për antarësimin e Kosovës në NATO. Për një 27-8 vjeç, Paris, çka do të thotë suksesi? Suksesi për një 3... Së di sa ki moshën ti po? 29 vjeta. Okej, pas ke bo 29. Sukses është me qenë i përmbushën me vetën.
Me vetën. Po, absolutisht po. E ke gjetur vetën? Absolutisht po. Mendoj që tash se cili njeri për mbushjen e më rinë me senet që ato e përfaqësojnë edhe që ai ka ndjek që ato ëndra prej fillimit, edhe suksesi se cilit njeri varet në çka ai e shet që mundet me kontribu edhe që ka kapacitete për me kontribu. A je duke e bë punën që e don? Absolutisht po. A ke gjetë vetën, thu, je i përmbushur dhe je duke e bërë punën që e don. Unë mendoj që nuk lidhët shumë puna me përmbushje. Përmbushjen du të me gjetë natyrisht që edhe në punë, mirë po, dush me qeni përmbushën me vetën edhe emocionalisht, dush me qeni përmbushën... Pra dhe aspekte tjera ka përveç punë. Absolutisht po, dhe me thonë, dush me qeni përmbushën të ngu muzikë që të pëlqen, të këshyr filma që të pëlqen, të indjek hobit që ty të pëlqen, e natyrisht që këtë zavend të madh edhe profesioni që e zgjedh, studimet që i zgjedh, krejt këtu e plotësoj një puzzle të suksesit që te dush me postë. Faleminderit shumë. Si është jetesa në Kosovë, me qenë se jenë politik, dhe e analizon, e vështron, e mendon, e shoshit, themi, në shumë dimensione, si është jetesa në Kosovë për një të rritë moshës tënde? Si është sot? Prizmin tonë. Është largë të qenurit e mirë, është largë pritshmërive që i keni posa dhe ju si gjenerat, kur keni mendu se qysh ka me qenë vitit 2026 për një të ri, është pasunia ma e madhe e Kosovës është rinia. Edhe krejt sukseset që i kanë ardhë Kosovës jënë prej rinis. Qoftë në aspektin artistik muzikur, qoftë në aspektin sportiv, qoftë në aspektin intelektual, e qoftë në aspektin akademik, krejt sukseset edhe krenarit e Kosovës jënë mosha 20 deri në 30-35 vjetë. Do me thonë, pasunia ma e madhe e Kosovës është rinia. E është fatkeqësi qysh na nuk kena mri me kapitalizu krejt qëtë potencial që e kem, me ju ofru rinis kushte më të mira në Kosovë, që ata me pos Kosovën si ven ideal për me jetu, e jo me i marë ondrat e tyne, me i vendosë në valigje me i njës drejt Europës, po me po Kosovën si ven tyne që dojnë me këtë kontributin e tyne me dhonë në Kosovë. Na e kemi po, do me thonë, krejt që a i vynë një triot në Kosovë, është me qenë i barabartë me atë trio në Gjermani, ose në kudo tjetër në Europë, edhe gjithmonë fiton kë i rio i Kosovës, për arsye që këna rini të jashtëzakonshme, të përgaditun tepër mirë. Mirë po është fatkeqësi që 2 vitet e fundit, 40.000 të ri e lëshojnë venën, kryesisht të ri, e lëshojnë venën edhe gjatë vitit 2025 edhe gjatë vitit 2024. Do me thonë, Kosova po zbrazët, edhe po zbrazët prej potencialit më të madhit që e ka. E kjo mas një është fatkeqësi, menoj që... Kam i pyetje drejt për drejt kështu, që ta konkretizojmë. Me sa para në muaj, si pas teje, mund t'jetoj një jetë të mirë, një moshatari jyti? Po edhe kjo është... Nuk mund është me dhonë përgjigje për arsye që nëse para... Tash mu me thonë sa t'ki hargjon, vallaj. Jo, po para një muje nëse ke mujt me jetu, pe marrim shambull me 500 euro, sot pas një muje nuk mund është me jetu me 500 euro, për arsye që normat e inflacionit, normat e rritjes së çmimeve, po rritën çdo ditë, nëse ti ke pagu për derivate 1 euro 30 cent para një muje, sot e ki 1 euro 70, 1 euro 80 cent, do me thonë, jeta po bëd... 1 euro 15, po... Jeta po bëd vazhdimisht mënyrë konsistente më e shtrejtë. Kështu që është shumë e vështirë për një tri i cili pretendon me jetu vetë, me ndërtu një familje të vetë, është jashtëzakonisht e vështirë me ja dalë. Në llogaritjen tënde, na thuj një shifër, sa për shembull, kish me qenë korrekte? Sot. Po nëse e ka shpinë, se zakonisht trit jetojnë me prindë. Ja, zakonisht trit jetojnë me prindë, që do me thonë nuk e kanë shpenzimet e banimit, shpenzimet e
rrymës ujit. Ato i pagun baba. Po, ato zakonisht i pagun baba, menoj që me 600 euro, 700 euro, menoj që nëse janë shpenzimet e tjera të mbulune, besoj që daljen. Që i bjen edhe nëse i punësuar nuk i më rrinat. Absolutisht po. Oke, faleminderit shumë. Paris, do ta shohim një lep tjetër, tash një fotografi. Çfarë është kjo? Ky është që kur kem të diskutu më herët për përmbushjen, që kjo është përmbushja jam. Që kjo është njëna prej pasaportave të mija, kështu që e moj në zamër, që është dëshmi qysh edhe prej politikës më nëshme bo sene të mira, që nuk jem populiste, nuk flasim për mullin të erës, nuk flasim për probleme surreale, po flasim për probleme reale që e prekin i tri. Kjo është ajo linja për ty. Kjo është linja me ty, linjë telefonike për ndihmë psikologjike. Vitin 2023, si kryetari Forumit të Rinis, bashkë me kryesinë e Forumit të Rinis, e kemi shpallur vetë të shëndetit mendor, ku qëllimi ka qenë sensibilizimi i trive për rëndësinë e shëndetit mendor, so shumë ka rëndësi shëndeti mendor njëtën e njerëzve. Edhe me normalizu, edhe me umunu në mënyra të ndryshme me largu stigmën rreth shëndetit mendor. Kemi bo një projekt ku kemi dashur që përmes qeverisë me u kriju një linjë telefonike institucionale, shumica e veneve të botës e kanë linjën telefonike që është në kuadër të institucioneve të shtetit, ku një i ri ose cili do njeri mënët me thirrë në telefon edhe me i tregu për shqetësimet që i ka, aty të përgjigjet një ekspert i psikolog, i cili është adekuat për atë pjesë edhe të ndihmon. Kemi tentu me bo si linjë telefonike institucionale, mirë po për shkak të rivaliteteve partijake nuk kemi mri me bo atë, po që kemi mri me bo është që po du me falenderu në mënyrë të përzamërt edhe kryetarit të Istogut, Ilir Ferati, cili na ka ndihmu, e kemi realizu në Istog. Edhe që ka qenë njëna prej sene ma emocionale që kur kanë tregu mas nej për mbardhojtjen e thirrjeve, ka pos edhe njerëz që kanë thirrë që kanë pos 50 vjet, 60 vjet, e që ka qenë mas nej shumë e rëndësishme për mu që edhe nëse te e dënë me bo diçka për të mirën e komunitetit, për të mirën e rinis, ti mënesh me bo diçka që me një farë mënyrë ashojnë hajrin edhe përfitojnë edhe të tjerët. E sot në Kosovë fatkeqësisht shumë pak flitet për shëndetin mendor, edhe menoj që është detyrë e jona si politikan, e juve si gazetar, e si moderator, e si secili njeri që ka impakt. Në media flitet, ka nisur të flitet në këtë studios disa herë ne kemi folë për shëndetin mendor në shumë aspekte, por e përmende stigmën, vazhdon të jetë stigma. Dhe luftimi i stigmës një mënyrë bëhet duke folur figura publike. Absolutisht po. Për përvojën e vetë. Absolutisht. Edhe politikanë ndoshta. Absolutisht. Tani, në këtë sens, në këtë linjë të bisedës, a ke pas ti ndonjë periudhë personale kur e ke kuptuar rëndësinë e ndihmës së të tjerëve? Absolutisht po, secili i ri, unë mendoj që secili i ri përballet në periudha të caktuara kohore, përballet me ankth, stres prej studimeve, faza të lehta depresive, pastaj ato mujnë me u shndru në gjendje më të rënda depresive. Unë nuk jam ekspert i shëndetit mendor, nuk po du me u lëshu kështu në terme. Në aspektin personal. Po, mirë, po flas në aspektin personal. Ke folë me psikologun vet, je konsultuar, ke pas raste? Absolutisht që po kam diskutu me psikolog të ndryshëm adje për unë para se me bo linjën telefonike, para se me punu në këtë aspekt, unë jo marrë shumë me shëndetin mendor, edhe natyrisht nuk mënesh me full për shëndetin mendor për dikën tjetër, pa e post të qartë, edhe pa e ditë saksisht vetën ku qëndrën në këto... A ke shku të psikologu vetë, me pa një seancë? Po kam qenë të psikologu me pa seancë. Do me thonë, nuk është se kam marrë, nuk kam shku kështu seanca klasike, psikologjike, mirë po absolutisht që
jëm konsultu me psikolog të ndryshëm edhe rreth gjendjes me bisedu për problemet, cilat janë problemet e trive, cilat janë problemet cilat përballemi si tri, e natyrisht që ndër të tjera kam bisedu edhe për streset e mia, për shembull gjatë studimeve që i kam pas, ose ankthët e ndryshme që i përjetojmë, për shembull pandemia ka qenë njëna prej rasteve që ka shkaktu, edhe pasojat janë edhe tash ekzistente për ata që e kam përjetu, edhe pse tash po kalojnë 5-6 vite, mirë po ka qenë një ndryshim shumë i madh i mënyrës jetesës, edhe ka ndiku shumë të njerëzit, kështu që absolutisht edhe unë pajtona që ka fillu në studio me u përmend shëndeti mendor, mirë po duhet shumë punë, edhe duhet shumë punë prej institucioneve. Me qenë se e në politikë gjithmonë e lidh me institucionet, ajo është detyra juaj. Edhe institucionet ekzistuese për arsye që krejt këto që po i shome, vrasjet që po ndodhen, tash i kemi pas këto 3-4 ditë e fundit, shumë trona për venin. Java e fundit ishte. Java e fundit ka qenë jashtëzakonisht e rënë për Kosovën, gjitha këto lidhen me shëndetin mendor. Faleminderit shumë Paris. Zonja, jeni të interesuar? T'ja bëj do pyetje drejt për drejta për këtë aspekt. Si përjeton humbjet ti për shembull? Humbjen e një pune, po ditë, partnerës, shokut, si përjeton? Zakonisht humbjet gjithmonë natyrisht që janë trona dhe nuk janë të mirë se ardhur, as humbja e një shokut, humbja e punës është që ndikon ty emocionalisht edhe si përjeton ta ndryshon mënyrën që funksionon. Unë edhe si natyrë ma emocionale dhe i përjetoj rënd humbjet. Je emocional dhe i përjetoj rënd? Absolutisht. Si ndahesh prej njerëzve? Ndahesh me një dhënje dorës, apo me një turit varur, që them kështu me inat? Jo, zakonisht vjen ma gradualisht. Ma gradualisht? Do të me mri deri te një lind? Po, as me turit të varur, as me një dore, po vjen më gradualisht. Okej. Sa ka rëndësi opinioni tjerve për ty? Opinioni tjerve për mu nuk ka rëndësi as pak, kanë rëndësi shumë këshillat që më japin njerëzit, edhe gjithë ata që më njohin e dinë që jam shumë i hapën për këshilla dhe i marr shumë relevante këshillat e gjithë atyne që më japin, po natyrisht që mendimi opinioni tjerve nuk ka rëndësi as pak, zero. A fal let apo mban një natë? Menoj që fali let. Fal let. Okej. Kur e ndjen ti se jenë rrugën e duhur, kur e bën një punë, kur e merr një ide me bë? Veç kur jam rahat me veten. Veç kur je rahat me Veç kur jam rahat me veten, në moment që jam rahat me veten e di që është intuita. Intuita? Absolutisht. Intuitiv? Intuitiv. Çka është më e vështirë për ty? Me thonë po apo jo? Ma e vështirë për mu është jo, me thonë, shumë e vështirë për mu me thonë jo, edhe kjo mas nejtë shkakton edhe probleme, kur e ki shumë vështirë me thonë jo, shpesher bjen edhe me sakrifiku kështu prej kohës tone, prej krejt për me... Kështu që natyrisht që ma vështirë më vjen me thonë jo së po. Okej, është... do të mësohesh tu ashtë jo, jeshtë një lloj libri edhe që ta... kam lexu. Kështu që, faleminderit shumë, Paris, për këtë pjesë, do të shkojmë në publicitet dhe kthehemi në pjesën e dytë.
Kemi kthyer studio në pjesën e fundit, momenti për të falenderuar Kolegjin AB, institucionin më të madh jo publik në Trojet shqiptare dhe njëherit lider të arsimit të lartë tash e mbi 2 dekada. Kolegji AB ka hapur tashmë thirrjen për regjistrimet të hershme dhe ju fton që të nisni pranverën e këtij viti në institucionin më prestigjos për arsim. Për çdo informacion mund vizitoni webfaqen abviz.edu.net apo të kontaktoni në numrin 048 999 006. Faleminderit shumë Kolegji AB. Ndërtuar mbi standarde evropiane dhe British School of Kosova është institucion edukativo arsimor që u ofron zonësve shkollim bashkëkohor në të gjitha nivelet e arsimit parauniversitar. Në British School of Kosova tashmë do të mund ta gjeni edhe drejtimin më të ri atë të programimit. Faleminderit shumë British School of Kosova. E falenderojmë edhe ujin rrugove, është ujë cilësor, burimin e ka tek burimet natyrore të rrugovës. Uji është shëndet, prandaj edhe moto e kompanisë është e pifshi për shnet. Për vlerat dhe cilësinë e ujit rrugove të gjithë jeni të njohur, prandaj duke e konsumuar atë, i bëni mirë shëndetit tuaj dhe përmes tij e ndjeni freskinë e bjeshkëve të rrugovës kudo që e konsumoni. Faleminderit ujë rrugove, faleminderit gjithë sponsorëve të emisionit Libero. Paris, në emisionin tonë ne zakonisht për të ftuarit kemi disa surpriza, apo mundohemi të kemi surpriza. Sot kemi diçka edhe për ty. Kemi një video ku 2 persona kanë thënë diçka për ty. Ta ndjekim videon. Parisin e njohës që nga Universiteti Prishtinës, ku ai ka qenë student me gjitha djeta, një student që përtej angazhimit akademik ka bërë edhe angazhime të tjera në shoqëri civile për kauzat për të cilat ai vërtet beson. Kështu që jo veç rritja akademike, po edhe rritja e tij politike e ka bërë një djalë të kompletuar që çdo non në Kosovë do të kishte pas dëshirë që ta kishte djalë. Unë për vete e njoh edhe nga universiteti, edhe nga partia dhe angazhimi jon i përbashkët që kemi bërë edhe për ngritjen e partisë edhe për mobilizimin e grave e të rive. Edhe mund të më thonë që është një djalë fantastik, edhe një djalë që premton shumë për cilin ka nevojë Kosova, për cilin ka nevojë rinia e këtij vendi, sepse bot kuptimi i tij, edhe angazhimi i tij sinqert që e bën me atë dhe dashuri, besoj që është vlerë e shtuar edhe e nevojshme për të gjithë ne, edhe për Kosovën tek e fundit. Unë ja uroj Parisit gjitha të mirat, ja uroj edhe një jetë po aq të këndshme private, edhe një jetë po aq të suksesshme politike, sepse kështu është një djalë i kompletuar edhe na bën të gjithëve të lumtur. Suksese Paris. Përshëndetje Libero, përshëndetje Paris Guri, unë jam Mart Mërkoja, një shok edhe një bashkëpunëtor i Parisit, do shta dhone një 2 fjalë me livdu Parisin se di që ka qef, po Parisi është një shok shumë i mirë, një bashkëpunëtor, edhe një njeri besnik, një aktivist që nuk është ndalë kur, edhe ka bërë një punë të jashtëzakonshme me forumin rinor të lidhjes demokratike. Gjithashtu Paris, po ta qef edhe 2 pyetje me t'i bo ty. Njëra që më intereson mua dhe të rinjve tonë, se qysh ke mujt me jadol pas asoj gjuhe paragjykuse me cilën një përbol ti dhe ke mbeti njëjti, dhe pyetja e dytë është që a më dën më shumë mua a peshkën. Opa! Tani! Kush është Peshku? Peshku është një bashkaktivist tjetër jo në... Emrin e ka Peshku. Peshku mbi emrin. Se mbi emrin, po tash mos pëlqen me hangër shumë peshk. Jo, mbi emrin e ka Peshku është edhe ai bashkaktivist. Emocionu se ke shumë edhe hecë si prita dhe shumë po m'vjen i notis më kanë të regu asë njone, i këm personat të afërt dytë. Mas pari po du me full pak për Jehunën. Jehuna është profesoresh, kam pas profesoresh në universitet, edhe është njona prej arsyeve pse menoj edhe besoj që LDK-ja ka njerëz të mirë edhe LDK-ja ka kuadrë të përgatitura. Ka shumë
befasi edhe pak meta, pak si pa fjallë që hecë se prita. Okej. A të ti bëj pyetje, të ti përsëris se qysh ke mujt me ja dal pas asaj gjuhë para gjykuese me cilën je përball ti edhe ke mbet i njëjti. A e diskutum na pak më herët pjesën që atë bojmë përshtypje opinioni tjerve, të tregova që nuk më bën përshtypje opinioni i të tjerve. A si atyra aty në parlament? Absolutisht jo. Unë kam qenë i ri, e kam ditë arsyen, edhe e di arsyen pse kam hyrë në politik, natyrisht që mu vjen mirë kur i pengoj, sidomos kur i pengoj partisë në pushtet, për arsye që qaj është qëllime, nëse ata pajtohen me mu, nuk është diçka në rregull me mu, për arsye që unë jam me një parti e cila është në opozit. Edhe partit opozitore kanë detyrë edhe me mbojt përgjegjës partinë e cila qeveris. Kështu që absolutisht nuk më kam bo përshtypje për kundra. Edhe dyta am don mu a Peshkun. Orte dhe Peshku janë dy prej aktivista më të mirë që i ka Liga Demokratike e Kosovës, edhe është fat edhe për mu si kryetari i Forumit të Rinisë, që jënë në Forum të Rinisë, por është fat edhe për partinë që ka aktivista si Orte edhe si Peshku. Krejt e din që Ortin e kam për zamër, edhe pse Peshkun e du shumë mirë, po Ortin e kam për zamër edhe natyrisht që qëtu po m'vjen keq shpesh, po qëtu Ortin e zgjedhe. Po Ortin e kam për zamër krejt. Momenti kur je zgjedh deputet? Ky është momenti që jam zgjedh deputet, edhe këtë fotografi e kam përzgjedh për arsye që mendoj që kjo ka qenë qajo që lidhë me fotografinë e parë, me fotografinë e dytë, edhe është një mesazh që kur pa morë parasysh sovjetiki, pa morë parasysh prej nga vjen, kur kyqesh në politik, ka shumë rëndësi a e bën punën me pasion, me vullnet, me dashni kontributin për venin, edhe e mrin qatë qëllimin ku ti dën me mëri. Kështu që këtë fotografi e kam përzgjedh si mesazh për krejt trit që jo, nuk të dëhet me pos miliona euro për me u zgjedh deputet, nuk të vyn me investu pare, nuk të vyn me pos bobën me rjetë shumë të madhë të njerëzve ose me pos biznese mbrapa. Mund është me qenë një i ri, me një telefon, që bën opozit, e bën punën tonë, edhe mund është me u zgjedh deputet i Republikës. Ma mirë një kohë shkurt deputet, apo gjithë jetën aktivist? Gjithë jetën aktivist, edhe natyrisht që, edhe so kam qenë deputet, unë gjithmonë kam qenë aktivist, edhe kjo aktivizmi është për mbush pozitat. Çfarë ndjeve kur hyre në parlament? Çfarë ishte ndjesia jote? Çfarë the? Ka qenë ndjenjë natyrisht që ka qenë ndjenjë përgjegjësie e madhe. Përgjegjësie e madhe, pasi që aty më nuk e përfaqëson parizgurin, mirë po i përfaqëson mira votusit që të kanë votu për me qenë të atë. Përgjithsi për arsye që te mo nuk je veç zoni ëtë, po je edhe zoni i mira votuzve që të kanë votu, kështu që ndjenjë e jashtëzakonshme përgjithësisë. Për çka e që ditë mas shumë ti, kur ke hyj aty mrenda në atë salë, se kur e shen nga jashtë, mund duket edhe si lloj cirku, po kur hy brenda... Duket akoma më cirk. Akoma duket më shumë. Akoma më cirk. E pyetjen doja ta bëhet çfarë ka që ditë mas shumë ti, që ke thonë qysh është e mundur me funksionu kështu? Ka pas shumë
sene që më kanë çudit, Një mas gjithë. fatkeqësia që ka pos shumë sene, që kështë fatkeqësia. Po për shembull, për mu, për herë të parë që kam hyrë ma shumë që ka qenë pak më e çuditshme, ka qenë se qysh kanë mujt me u fy, me u kritiku, jo me u kritiku se me u kritiku është normale, po me u fy, me u sha edhe në fund, kur kanë dalë jashtë kamerave, kanë qenë bashk. Pozitë o pozitë? E tani që kjo pak më ka bo me mendu që që e thëti pak si cirk, pak si shfaqe, pak si... E njerëzit që e kanë idealizëm edhe së ndryshon mendimi jam para kamerave dhe pas kamerave. E kanë të vështirë ta kuptojnë këto. Ato që e thëmë në këto në emision të ju, ato në thëmë edhe mbrapa kamerave. Do me thonë, e që kjo pak o ko njona prej qudijave të mija të para, mas ne ka pos qudija të tjera, që për shambull, këtu kur, që kjo është njona prej momente kur kom dalë në folture, me fulle, do me thonë, viç, jënë konë, së më kujtu tash sa këso deputeti ka pos në atë kuve të vendosja, jënë që kam bërtit krejt në të njëjtën ku, kështu do me thonë... Ashtë taj momenti kur i thu... Dhe u bo viral, kur i thu fitores, ka dalë fitore mos bërtit, a i ke këthy 200.000 euro. Po, qaj është saksisht. E do me thonë, pasaj pikrisht prej qëtyne, prej të eshe dikën që ka keq përdur me parët e shtetit, ka keq përdur me bugjetin e shtetit, edhe mas ne eshe të qëthurër, të bërtitet të jetë, të e mojtë një fjallim, dhe të vishë nuk e kuptën qëllimin që kanë këta njerëz. Pra dhe situatat tilla ka. Okej, Paris, faleminderit shumë që ishe sonte në Libero. Nacia ishte i një. Tani, pavarësisht se je jashtë parlamentit aktualisht, unë kam ndje një farmyre tek njerëzit një lloj keqardhje pse s'hyre kësaj here. Mbeti pik? Jo, absolutisht jo, për kundra edhe dolen do vota që u abuzuan, që nuk t'i kanë numrue. Jo, unë jem i lumtur me rezultatin që e kom marrë, unë jem njëri prej të paktëve deputet të LDK-s që jem rrit me numrin e votave të e pos parasysh 9 shkurtin kur këm hy në parlament, me 9 shkurtin këm qeni 20 për nga renditja e numrit të votave, ta shemi 16, mirë po fatkeqësisht ra Lidhja Demokratike e Kosovës, edhe nuk mujta me qenë pjesë e parlamentit, po jem i lumtur me rezultatin. Ka demotivu kjo? Absolutisht jo, unë po thëmë që kjo ka qenë shtytje për mu për arsye që unë jem rrit me numrin e votave që e kom pas. Faleminderit shumë. Paris që ishe sonte, knaqësi që biseduam, tëre shumë sukses.